Përshëndetje dhe mirë se vini në Sofan e Librit, një kënd të jetë interesant për të zbuluar më të rejat e panajirit të librit. Edicionit e 28 e pa diskutim një edicioni që është në vazhdon e atyre festave të librit që nuk ka ndaluar asnjëherë, edhe atëherë kur Shqipëria vuante në tranzicionin e saj sfida të mëdha, qoftë ekonomike dhe qoftë shoqërore. Në këtë sofa të parë kam nderin dhe kënaqësinë të sjell dhe të prezantoj dy nga emrat më të mirë të letërsisë dhe të letrave shqipe, Stefan Çapaliku dhe Ardian Bebiu. Faleminderit shumë që jeni në Sofan e Librit. Kemi pak kohë të rrëfejmë më të mirat, por ajo që ka vura re unë në tre titujt e rinj që prezantojmë në Sofan e Librit është identiteti. Dhe dua ta nis me ju, Stefan, për të kuptuar se çfarë është saga e Sarajevës. Një shkrimtar i cili niset nga vendi i tij me dyshimin nëse do të sjellë diçka të re, një vepër të re, në një rezidencë letrare, apo do të mbetet mbërthyer pas së shkruarës, duke vlerësuar pafund dinjitetin edhe identitetin e vet. Është në kërkim. Unë kam këtë vit kam sjell dy tituj të ri, që është Saga e Sarajevës dhe Shkodra Express. Saga e Sarajevës është botuar në pranverën e këtij vitit, kurse Shkodra Express sapo ka dalë, është diçka krejtë nxehtë, ashtu prej furre, si thonë. Edhe jam natyrisht një e mirë me veten time për faktin se po jetoj një stinë mjaft mirë krijuese, edhe besoj se edhe kam arritë të krijoj një komunitet lexuesish, i cili krijohet me shumë vështirësi dhe për çudi humbet me shumë lehtësi. Kështu që kjo të qenurit në ekuilibër midis përpjekjes për të krijuar një komunitet dhe kujdesit për të mos e humbë atë komunitet është një ushtrim i përditshëm. Mendoj se në këtë kontekst duhet ta shohim edhe këtë sofa ku jemi mbledhur me kolegun tim të shtrenjtë Ardianin, që vjen nga larg, por është afër gjithmonë me letërsinë e vet, me ju, me median, me panajirin e librit, me këtë festë madhe. Dhe kësaj metëm vetëm një duar trukic si gjithë kësaj që po ndodh. Personazhi juaj pa diskutim endet në një vend të huaj, po aq sa në një vend ku ka gjurmët e veta dhe identitetin e tij. Sa e rëndësishme është që kudo ku shkojmë të mbartim ato element me cilët jemi rritur e ndoshta me historinë që na rrëfejnë të parët tanë. Nëse po kthejmë edhe herë, më thënë se ju po kam ngulni te Saga e Sarajevës. Saga e Sarajevës është një roman i shkruar prej një eksperiencë të freskët nga njëra anë dhe një eksperiencë shumë të largë nga ana tjetër. Janë dy linja që vinë dhe bëhen bishtalec përgjatë narrativës. Dhe siç ju e thatë, është përpjekja për t'i dhënë kuptim një momenti të caktuar të jetës tënde, siç ishte qëndrimi im në Sarajev dhe gjetja rrënjve të familjes e cila ishte shpërngul nga Shkodra dhe kishte shkuar gjatë luftës parë botërore, kishte arritur në Sarajev, jo si destinacion final, po deri atje kishin arritur shkonin edhe kishin ngel në Sarajev. Dhe pastaj fati një familje e cila larg nuk arrin dot të shndërtojë një atë të vetin, sepse atë dheu në qenë ka një kompleks sendesh shumë i komplikuar. Dhe pikërisht me zhurmimin e kësaj psike merret Saga e Sarajevës, ka brenda sensin e aventurës, ka suspansën, ka atë çfarë po ndodh, pra besoj se e ka kënaqësinë e përcjell kënaqësinë e leximit. Adeu është i vështirë për t'u gjendur, për të ndërtuar si koncept, është gjua e vështirë e veprës tuaj, kush mund ta lexojë Sagën e Sarajevës? Kushdo e lexon Sagën e Sarajevës, nuk ka limit
Nuk është se kërkon një lexues, po themi ne, me një edukacion para caktuar. Pra është një letërsi e hapur, ashtu siç unë përpiqem ta bëj letërsinë time, në respekt plot për lexuesin. Pra jo një letërsi në thoj zamenje male, jo një letërsi që përpiqet të tregoj shumë dije, shumë kulturë tjerë, por një letërsi që përpiqet të jetë e rrafsht, e tokëzuar, themi ne në dramë. Kur flasim dramaturgji, themi gjithmonë, themi aktorit tokëzoje ngjarjen në kuptimin e një konkretizimi. Edhe kështu them që njerëzit që e kanë lexuar kanë marrë përshtypje të mira për Dua ta kaloj pa diskutim pyetjen tjetër tek Ardian Vebiu, është një nga shkrimtarët që të gjithë e dinë që jetoni jashtë, po gjithmonë ktheheni në një vend, në panajirin e librit, tek lexuesi shqiptar, tek gjua që është sërish identitet edhe në këtë vepër. Dhe dua ta nis me një pyetje që do ta bënte kushdo që jeton aty pranë jush, çdo ditë të vitit. Çfarë ju çon në atë vend? Pra çfarë ju sjell në sofan e librit, në panajirin e librit? Shiko, është koincidencë apo jo, nuk e di, po që i zgjodhet ta 3 libra më duket me shumë kuptim, që janë të 3 në tavolinë, sepse kemi Sarajevën, kemi Shkodrën, kemi dhe qytete ose vende të imagjinuara që janë në librin tim, por në të 3 rastet përpiqet të arrihet tek kuptimi i botës nëpërmjet gjeografisë dhe qytetit, që mua më duket është një gjë e re dhe është shumë pjellor si koncept, edhe kur është fjala për një qytet të caktuar, për shembull Tiranën ose Shkodrën ose këtë, edhe kur është fjala për këto qytete që në libër janë fantazi, edhe imagjinare. Janë fantazi, por njëkohësisht i kanë edhe rrënjët në të gjitha eksperiencat e mia duke shëtitur. Unë nuk jam ndonjë udhëtar shumë i madh, po unë jam shumë kurioz kudo që shkoj dhe më pëlqen ta jetoj qytetin, pavarësisht nga kuriozitetet që mund të ketë, të shkoj tek muzeu dhe kjo kishte dhe kjo. Jo, unë dua të shikoj, të përjetoj qytetin vet, nëse arri do ta kap qoftë edhe për pak atë frymën që ndjen ai që jeton aty. Domethënë, e dua, jo gjithmonë e arri, po më pëlqen që ta jetoj një qytet në atë mënyrë dhe një kondensim i të gjitha këtyre është libri, që është një përzierje e eksperiencave të mia dhe njëkohësisht dhe i mënyrës se si kanë shkruar për gjeografinë imagjinare disa shkrimtarë që për mua janë shumë të afërt, të shtrenjtë, edhe që unë nuk i citoj me emër në libër, por që kuptohet që në një farë mënyrë vazhdoj t'i rrëfej gjërat si ata. Edhe filloj me Homerin, me Odisen dhe mbaroj me Umberto Econ dhe historitë e tij postmoderne, kështu që në këtë kuptim është një përzierje e eksperiencës time direkte si njeri dhe eksperiencës si lexues. Sa e merrni me vete shqiptarin edhe këto grimcat e kulturës dhe të gjuhës sa herë që udhëtoni në një vend tjetër dhe sa herë që shkruani një vepër në gjuhën shqipe për ta sjellë qoftë në panajir, po edhe për gjatë gjithë vitit, si thuash, edhe në publicistik, edhe në gjithë shka që sillni ju në... Shqiptari, gjëja e parë që bën, shqiptar, kushdo tjetër, po, unë si shqiptar, kudo që shkon, gjëja e parë dhe që e bën gjatë gjithë kohës është që fillon të gjesh ngjashmëritë me Shqipërinë dhe dallimet. Kjo qënka si në Shqipëri, kjo qënka siç nuk e kemi ne. Domethënë është një gjë që bëhet automatikisht kudo ku je. Unë e kam bërë herën e parë që kam shkelur në jashtë Shqipërisë, në Rom, dhe e vazhdoj dhe sot e kësaj dite, kur jam në New York, që është vendi im, atdheu im i dytë, po, po, praktikisht vendi ku jetoj, edhe aty vazhdoj ta bëj këtë gjë. Domethënë, vazhdimisht krahasoj, bëj diferenca, gjej ngjashmëri, bëj diferenca, dhe në këtë mënyrë ndërtoj edhe imazhin që kam për vendin ku qëlloj që jam. Kështu që nga kjo anë, pika e referimit fillestare është shqiptaria në kuptimin ashtu si shprehet në mënyrën si e vështroj botën, po dhe në gjuhë. Sepse unë si gjuhës jam, jap shumë rëndësi edhe
kur dua t'i shpjegoj gjërat që ndodhin dhe unë Shqipërinë çdo gjë tjetër mbaj me vete me gjuhë sepse gjuha i ka të gjitha. Gjuha i ka edhe kur ti nuk e di që i ka. Edhe një shprehje që të kujtohet ndonjëherë, një frazologji e çfarëdoshme, sjell me vete një botë të tërë që ti kujtohet se kisha haruar, por në fakt e kisha aty brenda. Në fakt edhe një gatim apo një ushqim të sjell sërish një aromë ta sjell, një aromë spesa të mbushura të ndjesh diku që nuk e pret dhe menjëherë të vjen në mendje Tirana, ku ke jetuar. Unë në Tiranë kam qenë gjithmonë, kështu që është këtu pjesë është e shkruar tek unë. Domethënë, edhe kur duket sikur nuk lexohet, po pastaj po ti kthesh sytë është atje gjithmonë. Dua të pyes për Tiranën dhe për këto qytete imagjinare. Të ndodh të thuash që Tirana ka ndryshuar sa herë që vjen. Ka ndryshuar dhe unë nuk do kthehem më në atë vend, sepse gjithmonë gjen një vend tjetër, gjen një ndryshim, merr me vete diçka që ke pasur, por ikën duke menduar se shumë gjëra nuk do t'i gjesh kur të vish prapë. E ke menduar ndonjëherë këtë raportin tënd me Tiranën si një ikje pa kthim, pra ta praktikësh? Jo, absolutisht. Bile sa më shumë të kalon kohë. Ajo Tiranë që kam unë në mendje, ajo nuk lëviz asnjëherë. Është e ngrirë, por të tjerët ndoshta nuk e shikojnë. Për shembull, më qellon që hyp ndonjëherë në taksi dhe i them taksistit që më ço për shembull tek Radio Tirana e vjetër. Nuk e di. Por mua Radio Tirana e vjetër është qendra e botës, sepse unë aty kam kaluar fëmijërinë këtu. Ai nuk e di, që në thelb unë dhe ai jetojmë në dy qytete të ndryshme. Ajo që shikon ai nuk është Tirana ime, ajo që shikoj unë nuk është Tirana e tij. Ka një pjesë ku ndërpriten, ku mbi vendosen, por janë qytete të ndryshme. Edhe unë kam përpaqe me këtë gjë. Domethënë unë e di që jam në një qytet që e ndaj me shumë pak njerëz. Po nuk kanë kohë, nuk kanë kohë. Tirana që kam unë dhe që lidhet me emrat e vendeve, sidomos, ajo Tiranë që kam unë është Tirana e viteve 80, 70, 80. Ajo nuk ekziston më, po ekziston tek unë. Dhe tek brezi im pak a shumë. Ne themi ca gjëra të çuditshme, për shembull tek mensa kinezëve. Kush di mensa kinezëve sot? Ose tek treni, ka shumë njerëz që nuk e dinë ku është treni. Se s'ka tren sot atje. Po, ka lindur në tranzicionin në 20 vitet e fundit, ku stacioni i trenit nuk është. Një që vjen vonë në Tiranë, për shembull këtë ardhur para 5 vjetësh, ka një punë në taksi, ai e di Tiranën, po ai sa që di edhe unë, por ai jeton në një Tiranë tjetër. Dhe kjo është e bukur e qytetit që ka kuptime të ndryshme sipas eksperiencave që kanë njerëzit me të. Po unë kam përpaqe me këtë gjë. Më thënë, prandaj unë nuk përzitem, unë përpiqem ta stërviz veten që mos i shikoj ato gjëra që nuk më pëlqejnë. Më thënë ti filtroj aq sa mund. Për shembull, ato kullat mua nuk më pëlqejnë. Përpiqem të ignoroj, mos i shoh. Se i them vetes, nuk jam bërë për ty. Dhe ke kulla mjaftueshëm në New York. Nuk jam për ty. Me siguri të pëlqejnë ato rrugicat e vjetra me shtëpi Tiranës. Ti shiko ato që do. Ka qyteti është akoma bujar, është i hapur. Pa diskutim. Edhe ndaj teje që vjen dhe e kërkon diçka që ëndi dikur, është njësoj sikur shikon veten në pasqyrë, gjithmonë të duket ai që ke qenë kur ishe 30 vjeç. Atëherë të kanë dalur ora. Të tjerët shikojnë ai që je sot, jo ai që qenë atë. Po ti të duket sikur. E rëndësishme është që qyteti jeton në kujtime, në memorje, pa diskutim ndonjëherë edhe në vepra që ju mund të shkruani. Kështu është Shkodra Express. Kështu është gati e pashmangshme ta ndajmë Stefan Çapalikun nga Shkodra e tij, nga lidhet mirë me këtë që sapo thoshte Ardiani, në të vërtetë po themi ne toponomia e qytetit ka një toponomi fillimisht paralele sa politike me emrat e rrugëve që janë vendosur nga regjimet caktuara të kanë sunu qytetin, aq edhe popullore e cila është toponomia e vërtet, që nuk lëviz. Për shembull, po themi ne, po t'i referohemi hartës së parë qytetit Shkodrës, që është bën nga trupat ndërkombëtare në kohën e luftës së parë botërore, rruga
e famshme që tashma është rruga Kamësore e tjera, ajo quhej Grand Rue, e kishin ba francesht, e kështu e kishin vu. Mandej na ishte bulevardi Victor Hugo, në Shkodër, të harta parë. Mandej na 1923 kemi një hartë e cila, me këto probleme jam marrë këtu të ky libër, e bajnë etrit jezuitë dhe ato kanë disa, propozojnë disa martesa tjera, kërësisht tjera. Që është kjo harta këtu, po themi ne, harta këtu, e vitit 1923. Mandej na vinë italianët dhe bajnë një hartë tjetër qytetit, që është kjo harta këtu, dhe kanë martesa, ajo rruga quhet Viktor Emanueli III. Mandej na vinë komunistët dhe quajnë bulevardi Stalin. Mandej na mas 91-shit merr emrin e datës kur bë demonstrata parë antikomuniste 13 dhjetori. Kështu me radhë, edhe ti ba me të pyet ku ke lind, atëherë ti i thun pjacë, sepse pjaca është emri që kanë quajtur Shkodrant, rrugën, edhe nuk do me ja ditë fare për këta martesa. Do të them që kjo kulturë paralele, kemi të bëjmë pra me kultura paralele, me kulturë e cila mbin lind vetëtiut nga njerëzit e thjeshtë, dhe ka një kulturë tjetër që duan t'ja imponojnë qytetit autoritetet. Gjatë që është një kulturë, patën në popullin shqiptar, është një kulturë krejtë e përkohshme, e cila nuk ka pjellë asgjë. Dhe të ky libër unë jam marrë pikërisht me këtë që dëshiroj ta quaj kultura e undergroundit. Jam marrë me njerëzit pa emër. Jam marrë me njerëzit të cilë nuk kanë jetu për të ba emën, po për të ba një gjest. Për të dhënë qytetit? Ja kanë dalë me ba gjest, për të dhënë qytetit profilin e vetë, ftyrën e vetë. Dhe nuk kanë ba kur heroin. Për shumë në libër s'merë me intelektual të fare, s'merë as me njerëzit për të zot, me njerëzit e politikës. Po me kemerë, me Robaqepsit, me këputstartë, me ato që janë ma, me këto zanatet e cilat koha i ka shmang, i ka hellë për tej, por që në të vërtet kanë përba dhe vazhdojnë përbajnë kujtesën atë çfarë është të çmueshme. Kështu që janë libri është një e kam thënë se i quan Kinse roman. E kam thënë Kinse roman, pikërisht quasi roman. Bile Kinse ka edhe një shpotim në vetes, një pak a shumë një roman falso. Ba me dashme për këty, sepse ajo nis në një tonalitet fiksionant, nis si një roman, dhe mandena romani ka një moment kur personazhi kryesor ka nevojë për disa tekste dokumentare. Edhe vjen dhe sjell, që me kanë të bën një arkeologji urbane, gërmon edhe sjell një po hap arkivat dhe sjell një tekst dokumentar. Kthehet prapë tek fiksioni, shkon prap te dokumentarja. Një gjuhë e cila estetika postmoderne e ka të elaboruar prej kohësh, domethënë kulturën e citimit e tjetër. Por libri mendoj se ka hyrë tek disa në thojza vrima që qyteti i kishte një farë mënyrë i ka harruar. Për shembull, unë kam lënë të gjitha epitafet në varret e rrmajit të Shkodrës. Kam shku një nga një, i kam gjurmu, i kam pastru ato suprinat e tjetër, janë ato epitafet shkru me para kongresit manastirit, ku nuk ishim ala një alfabet unik dhe njerëzit e kanë shkru ashtu si që kanë dëgju. Shqipe janë shumë bukur, janë fantastike. Ka për i tyne, ka disa frymëzime këtë çuditshme, siç edhe mas manastirit, domethënë deri në 44-ën pra i kam grumullu dhe është një prej kapitujve të librit. Çfarë kam tjetër? Kam në Shkodër kemi thënë, kemi thënë atë folklorin qytetar, qytetës, kur ishte zakonisht në vargje, kur ishte me rrima, e thjeshin bejta në Shkop. Bejta në Shkop. Pse u thotë bejta në Shkop? Asun se di, se kam kuptuar kur, po që shënojnë një gjendje thellësisht absurde të personazhit i cili e kënon këtë, e reciton e tjerë, dhe kam ndërtuar një antologji që e quaj
Antologjia e Zallit Kierit. Antologjia e Zallit Kierit është një toponim në Shkodër, ku kalon lumi Kier, edhe pjesa lumi Kier shfaqet në dimër, zhduket në verë për shkak të thatësira të tjerë, edhe në verë lë një zallishte të madhe, ku ka kanë gjithmonë vendi ku çiftet kanë shku për me bë dashuri, ku ka kanë vendi ku ti ke mujtë edhe me bërtit, ke mujtë edhe me thirrë me zot nalt, ka kanë vendi një farë lirie. Dhe pikërisht e kam lidh këtë liri, këtë vox clamantis, të njerëzve që e kanë thënë atje me zot nalt, me këto vjershat të cilat janë me të vërtet të çuditshme. Unë edhe kisha dashur me lexu në një janë vjersha që i ke dëgjuar dhe i ke mbledhur edhe i kam dëgjuar dhe i kanë dëgjuar edhe të tjerë që mi kanë thënë. Domethënë unë kam një libri ka një bashkëautorësi të çuditshme dhe propozon një bashkëautorësi tjetër. Për shembull, në çdo kapitull unë la disa rreshta bosh dhe i them lexuesit, nëse kujtohesh, merr lapsën edhe shkruaje, plotësoje këtë. Pra banu bashkëautor me mua, sepse unë kaq kam mujt për me grumbullu, për me mbledh, e kupton? Edhe kjo e ban librin shumë interkomunikues me njerëzit, mendoj. Për shembull, shikoni çfarë absurde ka prodhuar qyteti. Kur me luftë mora Parrucën, Parruca është një lagje, kur me luftë mora Parrucën, kishte hyp bullica në fik, gjethi i plepit dhefsha këpucën, pas ke kënë të manashik. Pra, me këtë... Dadaizëm, kanë qesh, të ne atje tjerë. Edhe dikush pandena e ka këthy këtë po themi këtë dorashk poetike të hellur me një tjetër. Duke kriju një dialog i cili dialog është shumë interesant, dhe mendoj se ky libër ka me një farë mënyrë me stampu aq sa ne kena mujt me majt më deri më tash. Po, kujtes, një lloj kujtese. Edhe është një vepër e hapur, mund të rishkruhet më vonë, plotësohet me komentet e tjerëve kështu me radhë. Këto shëtitje tuaja letrare edhe në vende imagjinare, në fakt mbeten si një lloj kujtese që do doje të kishte referenca të tilla, apo tek vepra juaj gjejmë më shumë referenca kulturore, letrare, shtigje që na orientojnë drejt artit. Pra nëse kemi kujtesën kolektive të ideja ime ka qenë që të krijoj, se po ti shikosh aty janë të shkurtra copat në libër, janë një faqe, dy faqe jo më shumë. Unë i kisha përfituar dhe vazhdoj të përfitoj si tablo në një galeri. Dhe lexuesi kalon nga tabloja në tablo, e shikon dhe e bën të vetën. Po mënyra se si e përjeton lexuesi është ajo mënyrë që ne përjetojmë rrëfime. Domethënë, kur na tregon dikush një prall ose një histori ose edhe një person që ka udhëtuar, kthehet që andej, shkojmë ta takojmë dhe ai na tregon se çfarë ka parë. Është kjo vepër një referencë ose do të na bëjë ne të mbajmë shënime për vepra të tjera që duhet të takojmë? Jo, unë nuk e di se si mund ta përdori lexuesi, po për shembull, unë do ta përdorja kështu për të kuptuar nëpërmjet imagjinarës realitetin. Domethënë, duke një nga procedurat apo përftesat e mia letrare është që ti marr disa ide ose disa kështu fara, si më thënë, dhe i çoj në ekstrem. Domethënë ti amplifikoj, ti egzageroj, ti hiperbolizoj, sepse hiperbola ndonjëherë ndihmon për të parë gjërat siç janë. Edhe mua më pëlqen kjo gjë. Na bëjmë të reflektojnë në një farë. Hiperbola në përshkrimin e vendeve të ndryshme, të qyteteve, po kur flasim për qytete, unë nuk është vetëm qyteti si një grumbullim ndërtesash. Qyteti ka dhe jetën e vet dhe në libër ka shumë nga ajo jetë, sepse flitet shumë për teatrin, flitet për filmin, flitet për historinë, për muzeumet, për janë gjithë ato gjëra që
në fakt, në fundit mund t'i shikosh edhe si forma të ndryshme të Tiranës, nëse do. Si pasqyrime ose si trupëzime imagjinare të Tiranës. Në fundit çdo qytet është edhe Tiranë për dikë që vjen nga Tirana. Me këtë kuptim. Ka qenë një thirrje për të shpjeguar edhe çfarë të mungon në këtë qytet? Jo, ka qenë më tepër një përpjekje Se përmendët kinema, teatrit, ne jemi një vend I cili aktualisht jemi në një reformë të madhe institucionale. Thuaj se të gjitha institucionet I kemi në reformë, dëshë mirë të kryejmë reforma her pas here, të reflektojmë për t'i bërë gjërat më mirë. Po, a është kjo një mënyrë për të rrëfyer atë çka të mungon? Mua më pëlqen teatri edhe që të shkojnë në teatr, po sidomos si një mënyrë e të treguarit, të realitetit ose të njeriut, ose sepse kjo lidhet pak me atë konceptin e simulimit dhe të simulakrit që e kanë pasur disa filozofë francezë tani vonë. Domethënë, ideja e krijimit të një realiteti që I futet në mes njeriut dhe realitetit vërtet. Pra një simulim. Këtë simulim sot e shikojmë nga të gjitha anët. E shikojmë edhe në qytete, edhe në urbanistik. Qyteti për shembull priret, të e shikojmë në Tiranë, të shndrohet në skenografi. Domethënë, në skenografi që për t'ia treguar dikujt. Domethënë nuk është më qyteti ai që gjen kur futesh në një rrugicë kështu, po është një gjë që duhet ta shikojë ai tjetri që të marrë kuptim, se po nuk e pa nuk ka kuptim. Kurse ajo rrugica aty në fund një lagje, s'ka nevojë të shikojë, është funksionale në vetvete. Po nuk është vetëm kjo skenografi, është edhe mënyra se si dukja, fasada. Po, fasada, jo vetëm që po mbulon diçka, po dhe po ja zë vendin, tash më. Nuk po duket, nuk dihet më ku është ajo tjetra, që duhet ishte mbrapa, nuk e di më njëri ku ta gjej. Dhe kjo gjë ndodh vetëm në Tiranë, po në Tiranë unë e shikoj sepse ne për Tiranën, ne që kemi jetuar këtu, kemi një kujtesë të zgjatur në kohë. Kështu që mund ta krahasojmë me gjërat si kanë qenë edhe para 30 dhe para 40 vjetësh. Kështu që nga kjo anë ti e kërkon atë tjetrën, mbrapa fasadës, nuk e gjen, edhe fillon të pyesësh që çfarë ka ndodhur tamam, domethënë. Do të shohësh orën sahatin, Për shembull në Las Vegas, bie fjala, është një vend që I ka këto gjëra këtu me tepri. Aty ka, jo si mund t'i quaj, simulime këtu qytetes, por nuk janë qytete tamam. Për shembull është një vend që quhet Paris. Është kështu si hajat I madh, shumë I madh, mund të futesh aty dhe janë ato rrugët si të Parisit, kështu ka restorante franceze, ka dyqane që shesin plaçka franceze, kështu po. Ti thua çfarë është kjo? Nuk është tamam park lojrash, po nuk është as qytet, është një simulim, është një realitet imagjinar, realitet artificial, si më thënë, dhe gjithnjë më tepër po jetojmë në realitetet të tilla. Tirana e tregon. Imagjinare dhe këtë përpiqem ta evokoj pak edhe në libër këtë gjë, duke treguar se realitete imagjinare ti imagjino. Po bëj lora fjalës, po duke përpjekur të tregoj absurdin e ekzistencës tonë sot si qenie urbane gjithmonë. Libri është për vende, për qytete, për gërmadha, për simulime. Dhe kemi udhëtuar sot, kemi rrugtuar përmes kësaj bisede në Sarajevo, në Shkodër, në Tiranë, këtu nga Tirana ju falenderoj vërtet që u bërët pjesë kësaj bisede shumë të këndshme për të prezantuar veprat tuaja të reja, e pa diskutim të ftojmë lexuesin që të grishen për të lexuar më shumë vepra të mira, më shumë autor shqiptar, t'i vlerësojnë ata edhe t'ju duartërkasin, po edhe t'ju kritikojnë nëse duan ta bëjnë një gjë të tillë, apo të shënojnë fletët e librit edhe të bëhen bashkëautor. Faleminderit shumë. Po, edhe ke libri mund bëhet, se aty ka vend e bosh. Edhe aty do të bëhemi bashkëautor. Ajo ideja jote